Sot kam punuar një nga seancat personale më interesante, të cilën nuk e kisha hasur më parë. Një klientja ime e cila po punon prej vitesh me veten dhe tashmë është edhe studente e Theta Healing dhe ka fituar atë ndërgjegjësimin që shumë probleme në jetën tonë nuk janë ato që thjesht duken. Ajo zgjodhi të punoj me psoriazën, një problem shëndetësor, një patologji që unë në fakt nuk e kisha punuar kurrë më parë. Kur filluam të punojmë, u kthyem pas në kohë, subkonscienca na çoi pas në kohë në moshën 15 vjeçare. Në atë periudhë ajo ishte përndjekur për rreth një vit nga një person i rrezikshëm, i cili e bënte të ndjehej pasigurt, e friksuar çdo ditë. Dhe mendja e një adoleshenteje e parritur për të mbijetuar krijoi një lidhje të pavetëdijshme, por shumë logjike për atë moment. Jam në rrezik sepse jam e bukur. Dhe menjëherë pas kësaj, u krijua tek ajo programi i mbijetesës. Nëse bëhem më pak tërheqëse, do të jem e sigurt. Për trupin kjo ishte një zgjidhje, një mënyrë për të mbrojtur veten. Dhe trupi e mbajti këtë zgjidhje edhe 20 vjet më vonë, sepse trupi nuk harron. Dhe kështu trupi krijoi psoriazën, këtë sëmundje të lëkurës, në mënyrë që ajo të ndihej më pak e bukur e kështu të ndihej e mbrojtur. Por sigurisht historia as nuk ishte filluar e as nuk mbaronte aty, sepse ka disa shtresa që ndro për t'i dëgjuar sepse është tepër interesante. Edhe në jetën e saj si e rritur, bukuria vijoi të shoqërohej me kufizime. Dhe sigurisht gërmuam edhe më thellë, sepse ajo që shfaqet tani është thjesht simptoma, por rrënjët janë gjithmonë më të thella, më të largëta. Dhe zbuluam se ky nuk ishte vetëm programimi besimi i saj që bukuria është e rrezikshme, bukuria të vënë në rrezik, bukuria shkufizuese, por ishte një histori e trashëguar. Edhe nëna e saj ishte rritur me të njëjtin mesazh, mos u ekspozoje, shumë e bukur, mund të ngacmojnë, nuk do të punosh. E nuk mbaron as këtu në fakt. Kur shkuam edhe më larg në linjën familjare, gjetëm një ngjarje të rëndë, një ngjarje lidhur me dhunë, pikërisht me këtë temë kur një femër ishte dhunuar deri në humbjen e jetës për shkak të bukurisë, xhelozisë që ishte shkaktuar. Pra ku bukuria femërore trajtohej si rrezik, si kërcënim. Dhe ky programim që ajo mbante në mënyrë të pavetëdijshme, që bukuria është e rrezikshme, nuk ishte lidhur me të, por kishte udhëtuar brez pas brezi, derisa u vendos në trupin e saj në formën e psoriazës. Kur një mesazh përsëritet brez pas brezi, ai mund të shndrohet në një program të pavetëdijshëm, një program që ndikon zgjedhjet, vendimet, marrëdhëniet, jetën, mënyrën se si shprehet, si ndihet trupi ynë, deri në gjendjen shëndetësore. Ndonjëherë simptomat nuk janë armiku, por janë thjesht strategjia mbrojtëse e trupit. Nëse edhe ti po përballesh me një simptom e cila vazhdon të përsëritet, pyet veten, sepse pas saj gjithmonë ka një histori. Nëse ndjen se edhe historia jote ka rrënjë më të thella se sa duket në sipërfaqe, jam këtu për të ndihmuar, ndaj më shkruar për një seancë individuale. Ne e mbyllëm atë seancë duke e riprogramuar subkonsciencën se bukuria është e sigurt dhe që është e sigurt ta lejosh veten të shkëlqesh. Aktivizuam molekula, rrugëtorja nervore, receptorë, qeliza të sigurisë në trup, në jetë, në marrëdhënie. Po historia jote cila është?